101 qendra votimi janë mbyllur me kohë në qytetin e Strugës. Derisa numëroheshin fletat e votimit, qytetarët me padurim prisnin të dëgjonin emrin e fituesit për të parin e Strugës. Ishin simpatizantët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ata të cilët po festojnë në për rrugët e Strugës. Qytetarët e shumë të Strugës kanë dalur të festojnë fitoren e kandidatit të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotrit Ramiz Merko, i cili në raundin e dytë siguroi shumicën e votave për të udhëhequr me komunën e Strugës në 4 vitet e ardhshme. Kundër kandidati i Ramiz Merkos në Strugë, Zjadin Sela, pas shpalljes së rezultateve, tha se e ka mundur kundër kandidatin e tij në të gjitha fshatrat shqiptare. Ne në shumicën që është e Strugës kemi që është shumicë shqiptare, ne kemi fituar Ramiz Merko me rezultat 2-1 në fshatrat të cilët janë shqiptare, e kemi fituar në çdo fshat shqiptare, 100% në gjithë fshatrat. Prandaj, ai vetëm kryetar i shqiptarëve të Strugës nuk mund të quhet. Ndërkaq, tashmë i pari i Strugës, Ramiz Merko, faleminderoi qytetarët strugan për besimin që i dhanë në këtë garë. Kjo është Struga multietnike, kjo është Struga multikonfesionale, kjo është Struga multikulturore. Kështu mund të jetohet në Strugë vetëm të bashkuar. Mendoj se ky vot besim nga gjithë qytetarët e Strugës është një shpresë për qytetarët e Strugës për një ardhmëri më të mirë. E pas festës së një nate më parë, struganët presin nga kryetari Merko një Strugë më të urbanizuar, një Strugë me më shumë mundësi për punësime, por mbi të gjitha një Strugë pa deponi të egër. Ние како граѓани не интересира најдобро градот да е чист, тротоарите да се чисти, тротоарите да се слободни, да немат возило паркирани, да можеме да појдеме слободно. Trajboj rrugët, ta ndërtoj qytetin të unë i thëmë qytetit plirave, e grazaptuar plirën 4 anët, struash në mes, plirat janë anë e përqarkë. Ato ti pastroj. Banorëve, më konkretisht duhet të rregullohen puna e plirave. I edhe që të digjen atëherë, në atë kohë. Ajo një është më ashua e pasët tjetë. Këtu në qytet jetë bukur. Ajo vlen për turizmin për çdo gjë. Ramiz Merko, në rrethin e dytë, mori 788 vota më shumë se kundër kandidati Zjadin Sela. Në rrethin e parë, Zjadin Sela kishte 1373.000 vota më shumë se Merko.